kjo merr fund. Miqtë e mi, jo vetëm kaq. Jo do vazhdojmë ne këtë. Kjo paketë e dhimbshurisë ju garantoj se do ta bëj shoqërinë shqiptare, do ta bëj kombin ton shumë më të njerëzishëm, shumë më fisnik, do ta ngrenë në lartësinë e idealeve të tij. Çdo pensioniste, çdo pensionist, çdo qytetar me rrogë tult që s'do jetë më kurndën 500 euro. Çdo i papunë, çdo njeri në ndihmë ekonomike do ketë kartën e konsumatorit. Me te do blej 20% më lirë çdo gjë, ushqimet dhe gjërat bazë se sa të tjerë. Një pakt me ju sonte dhe me gjithë shqiptarët. Nuk mundet që për 4 vite të arrim mirëqenjen e kombeve të pasura. Por një gjë do të arrim brenda 4 muajve. Listën e ilaçeve që marrin ata të financuar nga shteti do ta marrë çdo shqiptar. Le të kushtojë ç'të dojë. Shteti i shqiptarit do të kushtoj sa shteti i Gjermanit, sa shteti i Italianit, sa shteti çdo Europiani. Po, do jetë dhe kjo. Do i kthejmë njerëzve shpresën. A e dini miq se çfarë gjendje e pa imagjinueshme nga ju është sot në spitalet tona? A e dini ju se për shkak të vjedhjeve të tmerrshme që bëjnë me ato të ashtuquajtura partneritete publik-privat, 10 ditë të fundit muajit në spitalet shqiptare s'bëhet analiza. Një vend, një kombë me 8 miliardë euro buxhetin nuk ka një PET scanner. Dhe mira qindra e mira shqiptarë detyrohen shkojnë tek privati të paguajnë qimet e kokës për të bërë një analizë të cilën duhet ta bënin falas tek shteti. A e dini ju? A e murë t'ju vesh se mësuesës së nderuar të këtij qyteti dhe Shqipërisë, Ina Kasimatit, i dhani ilaçe të kundërta me ato që duhet mirëte. Dhe smundja që ka emrin e Dirama, dhe vërtet, po kryen krime kundër njerëzimit, po në qofë se kryen krime kundër njerëzimit, ti e autori krimeve kundër njerëzimit. Çfarë do të thot një vend, një kombë, dhe len pa ilaçet smurt me smundje të rrezikshme? Se bën kush përveç këtij regjimi? Merr fund kjo. Ilaçet do jenë ato që shiten në 2 vendet të Bashkimit Evropian. Vilmanushit të mdoshin dyllin sepse kanë marrë në qafë qindra mijëra jetë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore nuk është vetëm Shqipëria e paketës së dhimbshurisë, por ajo është prova morale. Është prova morale vërtet e shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Por Shqipëria madhështore është Shqipëria e potencialeve të saj të jashtëzakonshme për të pasuruar dhe begatuar qytetarët e saj. A ka do një vend, a ka do një rreth, a ka do një qark që të ketë potencialet mahnitëse turistë?